Akt censure, sepse ka disa pyetje thjeshta në këto momente. Pse u mbyll tani, para fushatës elektorale? Pse për një afat 1 vjeçar? Çfarë do ndodhi me TikTokun? Do edukohet TikToku? Se këtë nuk e kuptoj unë. Do edukohen ata që e menaxhojnë, apo ata që janë brenda hapësirës komunikimit të rrjetit social? Dhe pse nuk ndodh si në vendet e tjera ku shumë thjesht mund kishte disa filtra cilat pengojnë ato informacione që edukojnë apo kanë efekte dhune në edukimin e trive. Kjo do ishte forma më mirë dhe forma më pranueshme. Fakti që është bllokuar do thotë që është akt censure. Faleminderit. Atëherë ka mbritur zoti Berisha së bashku me disa mbështetës, tashmë do të nisë rrugtimi i Forumit Rinor të Partisë Demokratike dhe mbështetësve të tjerë drejt kryeministrisë pas këtyre prononcimeve të shkurtra që ne morëm me funksionar të Partisë Demokratike, siç ishin Flamur Noka, Gazmend Bardhi apo edhe Luciano Boçi, e më pas tashmë të gjithë janë nisur drejt kryeministrisë me ardhjen e kreut të Partisë Demokratike, por tashmë protestuesit janë duke ecur mes për mes makinave për të mbërritur tek kryeministria. Po, do t'jetë një rrugtim i shkurtër tani sepse pak distancë mbetet. Po, Osman? Po, zoti, pra, po pasim pak vështirësi duke qenë se nuk është se paktën është rruga e lirë si kundër ka ndodhur në protestat e tjera dhe operatorët janë duke hasur pak vështirësi derisa të arrim në bulevardin Dëshmorët e Kombit e më pas për të vijuar drejt kryeministrisë. Por kujtoj faktin se me njerë pas mbylljes rrjetit social TikTok nga qeveria, ish kryeministri njërazi dhe kryetar i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi me njëherë dhe thiri protestën kombëtare të 15 marsit në orën 19 përpara kryeministrisë. Dhe në fakt zoti Berisha së bashku me mbështetësit e tjerë janë pra drejtuar, janë fare pak larg kryeministrisë me qëllimin e vetëm kundër censurës, që ata shprehin se është duke zhvilluar qeveria e kryeministrit Rama me një qëllim të vetëm, zgjedhjet e 11 majit. Pra siç e pamë dhe dëgjuam edhe nga funksionarët e tjerë të Partisë Demokratike, deklarojnë se pse tani mbyllet TikToku dhe këtë e lidhin me zgjedhjet e 11 majit. Pasi sipas tyre kjo mbyllja e TikTokut për një afat 1 vjeçar bëhet vetëm për çështje të zgjedhjeve, duke mos i lënë mundësi partive të ndryshme për të pasur akses në rrjetin social TikTok. Atëherë jemi në marshim drejt mes piramidës dhe për pak tashmë do të ndodhemi edhe tek kryeministria, pra ndoshën këtë rrugtim antarët e Partisë Demokratike duke qenë se pati dhe makina. Po. Mirë, Osman do të kthejmë përsëri, por dua të shkoj pak tek Klevi Muka tani, me cilin tentova pak momente më parë që të realizojë lidhje drejt për drejt. Klevi është gati tani dhe ndodhet në bulevardin Dëshmorët e Kombit për një lidhje tjetër me News 24 me studion. Po Klevi, linja për ty tani si është situata aty? Po njësita ka nisur grumbullimi i qytetarëve, në fakt ndryshe nga lidhja parë që bëm 30 minuta më herët, ka nisur grumbullimi i qytetarëve, ka të rinj të cilët janë nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike, edhe persona të cilët janë pa angazhuar apo jo militant të Partisë Demokratike, gjithashtu shohin dhe drejtuesit e strukturave të rrethave, të cilët janë të angazhuar në këtë protestë dhe ka një numër të konsiderueshëm qytetarësh në këto momente, duhet thënë që jo sa në protestat e kaluara, por gjithsesi ka një numër qytetarësh që kanë zgjedhur të marrin pjesë në këtë protest, ende nuk ka ardhur në bulevard zoti Berisha, ndoshta pritet që të ketë një fluks edhe më të madh qytetarësh në momentin që do vi Berisha me të rinj. Po, është dhe kënga e zotit Berisha që është pejuar tashmë, është pranë. Shohim mendimin operatorit Klot Qena, qytetarët të cilët janë në pjesën jugore të bulevardit, të cilët po marrin pjesë në këtë protest, siç e thash, mund arrit të shuaj edhe deputet, drejtues strukturash apo të rinj
të cilët kanë marrë pjesë në këtë protestë, ndërkohë që ne po përpiqemi të shohim nga afër mbërritjen e zotit Berisha dhe se si do të pritet nga qytetarët të cilët janë pranishëm këto momente në bulevard. Jemi vendosur, siç e thash edhe më herët, jashtë pranë kryeministrisë. Kryeministria është e blinduar, ndërkohë që është rritur numri i efektive të policisë, cilët kanë vendosur gardin policor. Rruga është e bllokuar prej më shumë se një ore tashmë, ndërkohë që deri në këto momente nuk ka pasur asnjë lloj incidenti. Siç e shihni, ky është dhe fluksi i qytetarëve. Po ecim në bulevard mes protestës dhe në mes qytetarëve për të krijuar ndoshta një përshtypje më të mirë te publiku se sa qytetarë marrin pjesë dhe cili është angazhimi i tyre në këtë protestë ditës sotme. Ndërkohë nga pjesa veriore, nga ura e Hotel Dajtit, po vjen zoti Berisha, siç e shihni, me të rinjt e Partisë Demokratike, të forumit rinor të Partisë Demokratike. Shihni zotin Balliu, i cili është parë, ndërkohë që po vjen grupimi i zotit Berisha. Do përpiqemi të jemi më pranë. Po, Klevi qëndron në linjë, shikoni pra të nderuar shikues, të rinjt e forumit rinor të Partisë Demokratike me kryes zotin Berisha, i cili sapo është bashkuar, po bashkë ngjiten tek të tjerët në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë. Do të shohim nëse do të ketë një ndryshim të planit për të pasur apo jo një fjalim të zotit Berisha, sepse dita e sotme, sipas Partisë Demokratike, i është lënë vetëm të rinjve, të flasin të rinjt për kauzën e tyre, siç është edhe censura. Të tillë kanë konsideruar mbylljen e platformës TikTok. Partia Demokratike ku thirrri këtë protestë ditës sotme, një protestë që vjen në vazhdon e të tjerave. E fundit ka qenë një protestë kombëtare në fakt, me pjesëmarrje shumë të lartë të qytetarëve në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Mirë, Klevi, jam përsëri me ty, nuk e di për të përcjell atë çka ne nuk shohim përmes studios këtu, por që mund ta përcjellësh nga terreni. Nuk e di, Klevi ndoshta nuk më dëgjon në këto momente, sepse edhe audio është e lartë aty. Kështu që vjoj me pamjet live të nderuar shikues nga kjo proteste ditës sotme. Është lajmëruar dhe është marrë leje në drejtorinë e policisë për një protestë prej 2 orësh, nga ora 19 deri në orën 21. Berisha dhe shoqërojnë dhe deputet Partisë Demokratike, por jo vetëm, dhe mbështetës të së djathtës, sikurse është bashkuar edhe Partia e Liri Zoti Mblushi, dalloj mes të tjerësh pranë zotit Berisha. Kanë mbritur të gjithë me sa duket përpara kryeministrisë. Do të shohim bashkë se do të ketë minutazhe edhe për fjalime ditën e sotme. Ja tek ngjitet mirë, qëndrohet përpara kryeministrisë tani. Janë bashkuar edhe të rinj të tjerë. Të rinjt janë kryefjalë ditën e sotme dhe në këto minuta ka një pranit të shtuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pra përpara kryeministrisë. Pra janë pamjet e drejt për drejta nga bulevardi Dëshmorët e Kombit. Të rinjt kundër censurës është tematika e kësaj proteste. Puftohen për të protestuar kundër mbylljes së platformës TikTok. Me pankarta në duar janë të rinjt kryesisht forumit rinor të Partisë Demokratike. Liria e fjalës, jo censur, është njëra nga pankartat.